Europiane Popullore, IPP, dhe ishte një aktivitet që na informon edhe ne që u bë më shumë kongullje nga ana e saj. Ishte një hearing që donin të informohesin për çfarë do pritet në zgjedhjet e 2025-s, sepse është një situatë që besoj që është shumë alarmante atë që po ndodh në Shqipëri. Edhe arsyetimi atyre ishte që në vendin e tyre kanë shumë ankesa për drogën, për palët kriminale, për emigrimin, edhe gjithmonë lexojnë nga raportet e shtetit shqiptar që situata është shumë e mirë, spaku vepron mirë, ekonomia po rritet, turizmi po rritet, ndërtimi po rritet, edhe kishin gjithmonë këto pyetjet se sa të vërteta janë, edhe kryesorja e tyre është se sa të lira janë zgjedhjet në vendin tonë. Çfarë qëndrimi mbajtën socialdemokratët? Ashtu si na informuan eurodeputetët e IPP, socialdemokratët u munduan ta shmangin këtë aktivitet. Nuk e dim në detaje kur ishte takimi i parë që donin të organizonin këtë aktivitet, por donin ta çonin sa më afër zgjedhjeve. Edhe arsyetimi i tyre kryesor është që një muaj para zgjedhjeve nuk mund të kemi një aktivitet të tillë. IPP thoshte që jemi shumë mirë një muaj para se nuk kemi afër zgjedhjeve dhe nuk kemi duke bërë interferuar në Shqipëri, sepse ata mundoheshin sa më shumë ta shtyjnë afatin, që të jenë sa më afër zgjedhjeve, që thonë që jemi afër zgjedhjeve, duhet ta çojmë mbrapa zgjedhjeve, edhe kur dalin rezultatet, prapë të mundohemi mbas një muaj ose 2 muaj të bëjmë këtë aktivitet. Edhe IPP kam kongull shumë që të bëhet një muaj para zgjedhjeve. Brenda atij takimit, eurodeputetët e SND ishin shumë agresiv ndaj zoti Hoxha. Mund të them që e sulmuan personalisht për ardhmën e tij politik, edhe nëse e pyetën nëse ishte kandidat ose nëse ishte ndonjëherë antarit i Partisë Demokratike, ndërkohë që mbase për ata nuk është evident, por për ne përdo që çohet nga Partia Socialiste gjithmonë ka një lidhje me partinë, nuk mund të jetë një ekspert i pavarur. Edhe mund të them që eurodeputetët edhe të IPP-s, edhe të ICR, sepse ky është një grupim me eurodeputet nga gjitha partitë të Parlamentit Evropian, i dolën shumë mbrojtje zotit Hoxha se thonë që është e drejta e Parlamentit Evropian të di se çfarë ndodh në Shqipëri dhe në vendin që duan të futen brenda Bashkimit Evropian. Batoni, ke pyetje? Baton Haxhiu ka pyetje. Jurgjen, unë nuk besoj që ke qenë brenda në sallë aty, por mos harro që kur e keni konstatim se qeveria dërgon dokumentacion vetëm për të lavdruar veten, ajo e ka detyrë, por mos harro që Bashkimi Evropian ka 28 ambasada këtu, të cilët dorëzojnë raportet ditore për situatën në Shqipëri. Dhe unë nuk besoj që këtu ndonjë ambasador e humb neutralitetin për shtetin e tij, për hir të diçkapit. Kështu që nuk besoj që Bashkimi Evropian është i pa informuar, duke pas edhe zyrën e Bashkimit Evropian këtu, se çfarë po ndodh në Shqipëri. Po jo, kjo nuk do më thëmë. Ja, Jurgjin, para se t'japësh një përgjigje... Po pse Blautini nuk ishte një partizan e Ramës? Edhe si e trajtoi Rama. A doli skandali i Vilës që u ble 1 milion më shumë? A është njeriu që ardhur nga Sorosi? Ambasador, Jurgjin, para se t'japësh... Po? Jo më Blautini. Po jo. Jurgjin, para se t'japësh përgjigje, po i kujtoj... Një sekond, para se t'japësh një përgjigje, po i kujtoj edhe Batonit dhe publikut. Me idenë që ambasadorët nuk gënjen me e tyre. Jo, nuk thash, respektojnë shtetin e vetë. Po, Donald Lu, ishte ambasador amerikan në Tiranë, në kohën kur Shqipëria u mbush me kanabis, deklaronte histori suksese luftën kundër kanabis. Mashtrim publik, edhe i qeverisë saj, edhe i qytetarëve shqiptarë. Pra, kemi një rast, edhe nëse ju nuk jeni të informuar për këtë pjesë. Batoni e di, po nuk i konvenon të. Bile mori më fal, edhe 10 milion nga Sorosi për atë riemërimin në Turmekistan, Po, Jurgjin. Atë që doja të thoja unë është që
me vërtet ambasadorët respektojnë vendin e tyre, por shumë herë nuk respektojnë Shqipërinë një herë për herë. Edhe kjo ka qenë edhe arsyetimi i eurodeputetëve që thonin që edhe raportet që vinë nga zyra europiane në Tiranë janë raporte që thonë që turizmi po zhvillohet, ndërtimi po zhvillohet, ekonomia po zhvillohet, po në fakt nuk shohin atë zhvillim. Mund t'ju them se sot mund t'jemi pyetur mbi 5 herë për ndërtimet në Tiranë. Sa reale janë, banojnë, nëse kush janë ata njerëz që i blejnë këto apartamente, pse po ndërtohet kaq shumë në Tiranë. Turizmi është kaq real aq sa thuhet, ka infrastrukturë Shqipëria për gjithë këto turista që vinë, edhe kjo shpjegum besoj në detajin më të mirë se cila është e vërteta në Shqipëri. Edhe mund t'ju them që u shokuan tepër me përgjigjet që ne u dham. Jo, kemi edhe një rast tjetër për shembull, ambasadori që zëvendësoi Sorekën në Tiranë, i cili ngriti para shqetësimin dhe denoncoi korrupsionin me Ipar Treshin, e zëvendësuan me njëherë. Sepse tha një të vërtet. Ju tha vendeve të tyre, ju tha Bashkimit Evropian, që parat tuaja në Shqipëri po vjedhen. Dhe Bashkimi Evropian në rastin konkret nuk është se mori masën ndaj Shqipërisë, deri vonë, por hoqi me njëherë ambasadorët. E kemi fjalën për e pa dyshin, Treshi s'ka. Dyshin, se Treshi u bllokua. Eugene, të kërkova këtë ndërhyrje shpejt me që po flisnim bashkë me SMS dhe ke qenë, të falenderoj, ke qenë dhe pjesë sot. Kthehemi në studio, Anton. Shiko.